Të nderuar xhamatli, e falenderojmë Allahun Zotin ton. Nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastërt, tërhamdin, falenderimin për uljen në nështrimin i shprehim Allahut Zotit ton. Zotin ton e falenderojmë për i ti falje, udhëzim, mëshirë, rahmet, mirësi, shërim, dalje nga sfidat, nga sprovat e ti kërkoj. Nuk ka kush mi tokë, nën tokë dhe rreth saj që mund ta ndryshoj caktimin, vendimin e Allahut xhalleshanuhu përveç Zotit xhalleshanuhu, dhe ne me veprat tona të mira, me punët tona të mira, me sadakot tona, me agjërimin ton, me namazin ton, me lutjet tona të vazhdueshme, drejtu atij që është përcaktuesi i rrept i çdo gjëje që ndodh, e që ndodh me dijen, me vendimin edhe caktimin e tina. La ilaha illallah. Selam dhe selavatet tona të sinqerta u dërgojmë pejgamberëve të Zotit xhalleshanuhu në përgjithësi, e në veçanti vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhalleshanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastërt që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, e ajo është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësitë e Zotit xhalleshanuhu qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi ne besimtarëve musliman që me shumë krenari dhe me përuljen më të sinqert e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, deri atëherë ku Allahu te bareke ve taala, krijuesi jon dhe i gjithësisë, mëshiruesi i ditës së gjykimit, ai që nuk na largohet edhe nuk na lën vetë në asnjë moment, edhe në momentet më të rona dhe më të vështira kur na godet smundja, e sprova, e teloshja, e mërzia, po edhe në atë moment ku na i kthejnë shpinën krejt i madh dhe i vogël, edhe ai i fundi që na i ranis drosat aty, në fund ja zgjot dorën gjallëve, thët, nxirrnim edhe na mbetemi vetëm vetë. Aty shok e kim Allahun te bareke ve taala, ato që kur nuk na largohet. E me to du të me provu të një jetën me jetu. Larg ti kur mos me nejt. Sa ajo është shoqëruesi më i mirë, ajo është mbrojtësi më i mirë, ajo është shëruesi më i mirë, ajo është mëshiruesi më i mirë, ajo është Allahu te bareke ve taala, i cili na kalon mënyra, forma, përmes të cilave na me adhuru, me madhuru, me falenderu, me lut, me u pastru, me u mbrojt nga çdo gjë e keqe, në drejtim të realizimit të çdo synimi, qëllimi, nevoje, dëshire tona që kemi në dynjë edhe në ahiret. E falenderojmë nga thellësia e shpirtit Allahun te bareke ve taala, që na ka qu shumë mirësi e në mesin e tyre këto ditë në të cilat jemi tu i jetue. E që për t'ja rikujtu vetes tonë edhe neve, janë ditët më të vlefshme, më të mëdhoja, më të mira të vitit. Nuk ka jeta e njeriu ditë më të mira se këto 10 ditë të muajit Dhulhijhe. E mbi to është dita e Arafatit, që ne e njohim si nota e Bajramit, që në këtë fest në ka ra me qëllue dita e martë. Pra dita e martë është dita e Arafatit, për të cilën edhe Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam kanë folë shumë. Madje pejgamberi Allahut ka thonë el hajju Arafa, krejt haxhi është Arafat. Krejt haxhi lidhet me Arafatin. Ajo vlerë aqe madhe që ka haxhi lidhet me
ditën e Arafatit me natën e Bajramit. Aty është kupolla kryesore, sepse nëse nuk ka Arafat, nuk ka haxh. E t'lumt ata që Allahu u ka zbut zemrat, jo ka beku e shpirtat e tyne, e na e lusim me sinceritetin më të madh Zotin xhalleshanuhu në këtë ditë madhe të xhumos, në këto ditë mëdha të këtij viti, që s'ka ditë më të mëdha për këtë vit, për neve se këto ditë. Allahu më na i zbut zemrat edhe neve, e më na bo prej atyre besimtarve që shkojmë edhe i shijojmë vetë knaqësit e qenurit musafir i Zotit te bareke ve taala në vendet më të shenjta të Zotit xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Atje ku një namaz, një vepër është barabar me 100.000. A e kemi ditë? Një vepër në çobën e ndritur, një namaz në çobën e ndritur, është sa 100.000 namaze jashtë saj. Që kur përpjestohen, na vijnë dikun një jetë e një njerit, dikun 5-60 vite. E për të folë për vlerën e këtij adhurimi, është e pak, nuk është e kot, është e pakt, sepse kjo është një ibadet që përjetohet, një ndjenjë që jetohet, përjetohet aty, e është e pamundshme me e spjegu. Sa do që flasëm. Mirë po, këto ditë, a janë vetëm për haxhilert atje që janë, apo janë ditë për krejt neve besimtarve musliman? Këto janë ditë për krejt ne besimtarve musliman. Këto ditë, ne duhet me i jetu, me i bashk jetu, me i bashk ndjenjat, sikur të ishim edhe na bashk me shpirt, bashk me haxhilert ton atje në vendet e shenjta. Sepse këto ditë nuk janë vetëm për haxhileret, por janë për mbar besimtarët, sepse po thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalleshanuhu nuk na kalon onash edhe neve që s'kena pos mundësi për një arsye apo për një tjetër me konë musafir të Allahu xhalleshanuhu në vendin më të shenjtin, se edhe këtu jena musafir të Zotit. Këtu në xhamina Allahu xhalleshanuhu, në kjo shtëpia e Allahut, e na jena musafir të Zotit xhalleshanuhu edhe sot këtu ku jemi në këtë vend. Amo shejtria e ati vendi me këtë vend nuk është e njëjtë. Prandaj, pejgamberi për me na tregue që edhe na duhet këtë ditë me jetu, me ngjall, me ibadet, me adhurim, me namaz, me lutje, me punë të mira, ka thonë, sidomos për natën e Bajramit, për ditën e Arafatit, kush e agjeron ditën e Arafatit, natën e Bajramit, shpresoj të Allahu xhalleshanuhu me ju fal mëkatet e vitit që e kena lënë pas dhe vitit që vjen. Pra, mëkatet e 2 viteve. E kjo përparësi është vetëm për neve që nuk jena në haxh. Kjo është madhështia, kjo është mrekullia. Ata që janë në haxh atje e kanë të ndaluar me agjeru ditën e Arafatit. Ndërsa prej suneteve shumë të forta, prej mrekullive, prej mundësive shumë të mëdha, për me agjeru këtë ditë dhe me morë mirësi të kësoj dite, është për neve që nuk jena në haxh.
Por që ata, ditët e hoxhit du të me i jetu edhe na. Këto ditë du të me i bashkjetu dhe me i bashkëndje edhe na. Prandaj, e lusim Zotin Gjelle Gjelalu hu ve Gjelle Shanu hu, me na i mundësue, me na i lehtësue që këto ditë me i dalue, e sidomos ditën e Arafatit, natën e Bajramit, që edhe njëherë po e them se s'kisha dasht me e ditë që ka një besimtar dhe besimtare që të paktën ditën e Arafatit nuk e agjeron. Nuk e shfrytëzon me agjerim, me vepra të mira, me punë të mira, me mirësjellje, me përfitue nga kjo ditë kaq e madhe e dhënë nga ona Allahu Gjelle Shanuhu dhe me shfrytëzue që kupolla mbi çarshia mbi tort e krejt këtyre është dita e 10, dita e Kurban Bajramit, të cilën ne do ta shfrytëzojmë edhe ato me ibadete, e ibadet mbi ibadete është prerja e kurbanit, vizita e njëri tjetrit, shkëmbimi i urimeve me njëri tjetrin, e asë se të ndëruar mbyllja e dyrëve të shtëpive tona dhe shfrytëzimi i rastit për me ikë prej shtëpive edhe me shku në për detën, në për plazha, në për vizita, në për udhëtime e ku ta diun. Mos ta bëjmë këtë gjë tradicionale, ta luftojmë që në fillim, se nëse ja qelim derën, qysh ka fillu, qysh ka nis me morë havë, me të vërtet, po na qetë para një pikpytje të madhe. Çka jemi na? Çka jemi na? Kush jemi na? Kush jemi na? Derdhëm gjake djerës për me rujt këtë vend, këtë këmbë, këtë fe, këtë tradita të unat, e sot pja u kthejna shpinën, pim shelum edhe po ecum, po shkojmë në për vende ku ta diun ka. Çfarë pasqyre është kjo për neve? Çfarë imazhi është kjo për neve? Çka thot kjo në mendjen edhe në pomjen e popujve të tjerë kur të na shohin të boksi veprimena? Thojna, çfarë muslimanim këta? Ikin prej festës të vet, ikin prej familjes të vet, ikin prej akrabove të veta, edhe e kopin kryt në dorë dhe hajt në për shëti, sukur s'kan kur me shëtit ditëve tjera, vikendeve tjera, datave tjera, vetëm ditëve të Bajramit. Allahu Gjelle Shanuhu na i mundsoft me i dallu, me i veçu këto ditë, e kryevepra e tyre është me i agjeru në njënën për tyne, sidomos natën e Bajramit, pra ditën e Arafatit, duke shpresu të Zoti Gjelle Shanuhu, që Allahu Gjelle Shanuhu me na i falë mëkatet e 2 viteve, ashtu qysh ka premtu përmes pejgamberit alayhi salatu vesselam. Me u lutë me bo doa na për vetët tona, për familjet e tona, për fëmijët e tonë, për familjet tona, për të smurit tonë, për të vdekurit tonë, dhe për synimet, qëllimet, nevojat tona që i kemi të mëdhaja, Allahu Gjelle Shanuhu për hir të madhështisë dhe vlerës së këtyre ditëve, me na i shërut smurit tonë, me na i me shërut vdekurit tonë, me na udhëzu neve, me na forcu neve, me mbrojt këtë fe, këtë vend, shtrejt, cilin e kemi paguar shumë shtrejt, me i rujt këtë tradita tonat, këtë kultur tonën, këtë fe tonën, dhe mos me bo as i gabime dhe as i lëshime të cilat nuk na çojnë dhe nuk na bojnë nder.